Ne 20 vjetë të bekuara kemi. Plus mentaliteti jonë patriarkal, që zonja do filloj toleranci, duhet shkëputemi. Nuk shkëputemi do të kaq shpejt. Se nëse pushtetet me revolucion, ndryshimi mentaliteteve, revolucion bënd të partia juaj zotri që hypte më tanku të pushton të televizionet, ata tentoni të bëjnë revolucion. Aktivistë për drejtat e njerit. Ata që hynin në të gëshën publik dhe zbrisin nga tanku dhe hynin në kryeministri. Ata doni të bënin revolucion. Ne nuk po kërkojmë të bëjmë revolucion. Po kërkojmë që dal nga dal të informohemi, dal nga dal të dialogojmë, dhe dal nga dal të hapim mendjen. Nuk jemi më në komunizëm. Ta heqim komunizmin. Fjetojmë më të qetë. Po dreqe e mori, po më qytet edhe mu komunistër burë. Me 100 pushkatu me 600 vjetë burgje intervine. Aman të shi. Pra, falë, ky revolucion evolutiv do 10 vjetë për të mos thënë 100 të vi. Murat, absolutisht. Të lutem, aman, mos na i trem një kalamojt, mos na i trem një kalamojt me këto gjëra. Sepse na i që edukoni, nuk na edukoni. Nuk kemi çfarë të mësojmë fëmijëve me gej dhe me lesbike. Nuk mund t'i edukoj me lesbicizma dhe me marrëdhënie kundër atyre që ka vënë natyra. Ai që do ta bëj, le ta bëj, po të paktën mos ta bëjmë publik. Po përsa i përket një marrëdhënie, para 2 ditësh kalova te Hotel Dali, po shkoj një mbledhje. Dgjoj se shumë e bukur. Ishin një grup të huajsh. Pa një djalë dhe një vajzë, më falni është shumë jashtë normalis, po të cilët përveç puthjes kishin shkuar më lart. Dhe të huajt ishin britanik, ndaluan dhe po i fotografonin. Dhe atyre i bëri përshtypje. Pra, dhe ata disa njerëz normal nuk i pranojnë. Ndalohet publikut, ndalohet. Absolutisht ndalohet çdo gjë. Ndalon dhe ligji. Është ndalon ligji. Është bisedë tjetër. Ndërkohë më thonë që tu do vim avash. Tu do vim. Janë 90 mbi 99% thonë kundër dhe janë komentet. Me që janë publike në Facebook. Mirë pra mirë. Që tregoj, po flasim reagimin e shoqërisë. Dakor, pra se është kollaj, shiko. Është kollaj. Është ja, ja ta them diçka. E para një unë do them që sa për regjia më rënë që janë shumë agresive. Është normale kjo gjë, sepse ky vend normalisht nuk mund të reagonte pro, sigurisht do reagojnë shumë i Kemi mentalitet patriarkal akoma. Jam dakord, edhe unë edhe kjo është për të diskutuar nëse kemi. Vetëm se me kalimin e kohës, Murat, unë kam kuptuar një gjë që fenomenet tilla të cilat ekzistojnë. Por shoqëritë e tjera vazhdon të ketë një dominancë tillë para gjykimit? Unë mendoj se shumë shtete të Amerikës ka një debat të tillë, ka shumë shtete që nuk duan që në Europën perëndimore është shumica e popullsisë. Edhe në jo më ky është debat gjithandaj. Është pro. Në Europën perëndimore shumica është pro. Është më shumë se Shtetet e Bashkuara është gjysmë për gjysmë. Gjysmë për gjysmë. Unë do thosh edhe fezi. Po ka para gjykim ndaj po kush po ndalon po në Europë? Edhe në Amerikë, edhe në Europë. Po dhe këtu si ndalon njëri më bëjnë çfarë duan më. Problemi është ky. Pyetja është kjo, këtë lloj fenomeni vlla, ose këtë lloj ekzistencë, këta ekzistojnë. Këta ekzistojnë, po. Tani Murat dëgjoj janë. Kalamajt tan vlla. Ti kujton se po nuk dolën këta në paradë. Nuk e din. Zoti na rujt. Po më fal për një sekond. Nuk e din që ka gay vërdall dhe lesbike. Po, e din. Tani, unë shtroj një pyetje. Është më mirë kur këta shfaqen dhe njerëz i shohin, nuk them të bëjnë orgjira budalliqe, parada normale, dakor? Apo të ngelet mister në mendjen e kalamajve tanë, është më rrezikshme. Gjithmonë fëmijët tentojnë, prit Murat, tentojnë të kuptojnë dhe të gërmojnë gjëra që i kanë misterioze. Po e lete misterit do rikthehemi te Freudi, pastaj dhe shkon gjatë. Shkon gjatë. Ta mbaroj çani. Unë them, fenomenet tilla, jo vetëm jo s'ka kaluar koha Freudit, jo. O Murat, Freudi është aktual. Është Jungu, është Freudi, është Weissi, sa ke shumë. O Murat, urdhë çani. Unë them, fenomenet tilla, jo vetëm që nuk duhet i ndalojmë, ti vëmë barrierë, po përkundrazi duhet i lëmë të shfaqen lirshëm, sepse ndalimi, prit pra, dhe barriera nuk bën gjë tjetër vese shtyn kuriozitetin e pjesës tjetër, që të gërboj, që të kuptoj, shtyn këta njerëz vetë që të mos jetojnë lirshëm, edhe një fenomenet tjera të këqija, kështu që Murat unë them, më mirë nga ndonjëherë të lëm gjërat e lira, të shfaqen se sa të ndalojnë. Nuk u morën vesh. Le të jetojnë të lirshëm se s'po i them gjë se s'ka ndërhyrë se s'bën njëri tjetri. Po jo paradë, ne po themi jo paradë. Ç'është parada njerëz? Çani, Xhevi Çeku pyet. Parada krenarisë. Mund na bëni një pyetje zonjës me të bardha të Arianit. Si do të ndjeheni kur të merrni vesh që fëmia jote është gay, thot? Është thjesht fare mua. Unë jam ndryshe nga Murati nuk do e vras. Nuk kam domosdoshmë fare ta vras, po do mundohem të kuptoj. Mund të mërzitem, sigurisht, mund të mërzitem, se normalisht është një gjë që do shoh pra, kur e shef të fëmia jot, që ai është ndryshe nga ty, sigurisht të vjen pak keq.
Murat, po jeta është e pa drejt, nuk e shqipën, duhet mësojmë me se gjëra, vlla. Po Bolqa, që se ndodh. Një gjë nuk po e kuptoj Krishti. Kemi hequr shumë. Ato gej që pretendojnë për parad apo për në intervistat në TV, pse mbulojnë fytyrën? Edhe në parad do dalin me maska? Sepse sa po konstatojmë e gërsinë e asaj që ti thua në me që jemi tjetër. Po sikur nesër thot dikush, Kristi, përse pyetja për ju? Ose Delina, po sikur nesër dalin njerëzit lakurik mes Tiranës, a duhet respektohen të drejtat e tyre? Po sikur nesër dalin një grup njerëzish që duan të bëjnë seks me kafshët. Do dalin parad, duhet i respektojmë ato? Dhe askush lakuriqë. Blendi, e thash se nuk po arrim të regjistrohet kjo, që jetën e administrojnë, jetën publike, më falë, Akil, jetën publike e administrojnë ligjet e vendin fuqi, dhe ligjet e Shqipërisë nuk e dënojnë seksin në publik dhe nuk lejojnë shfaqen lakuriq në ambiente publike. Kështu që përsa ko ligji në fuqi nuk e lejon këtë gjë, natyrisht kjo gjë nuk duhet ndodhi. Këto biseda s'kan të bëjnë fare me të drejtat e komunitetit LGBT. Se po e, shiko, më falë, se dua të them dhe një gjë, se ne po e bëjmë bisedën shumë teorike. Këta njerëzit për cilën po flasim ne, komuniteti LGBT, janë, më falë, po pra praktike, janë njerëz edhe Akili njef, edhe zonja jam e sigurt ka aty midis studentëve të vet, këta janë pjesë e komunitetit, këta janë vëllezrit, motrat, kushurirat, kolegët tanë, të cilët përveç se që kanë një orientim seksual të caktuar, kanë identitetet të tjera shumë të rëndësishme. Disa janë inxhinier, disa janë ekonomist, disa hidraulik, disa janë student, disa janë pedagog, disa janë gazetar, dhe këta janë pjesë e shoqërisë. Pse duhet ne t'i diskriminojmë mbi një pjesë të identitetit që është zgjedhja? Nuk i diskriminon, diskriminojnë paradën. Atëherë të gjithë njerëzit që janë kundër paradës, kam një lajm të keq. Kushtetuta e Shqipërisë e lejon, Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut e lejon. Më vjen keq, kjo është demokracia. A e njeh demokracinë, zoti Basha? Edhe ne do tresim një parad atyre që janë pro familjes, po atë ditë do dalin para kalojme të shohim kush do të pengon. Ka penguar? Jo, mos e kthehet konflikt. Po jo, ne i dum shumë ta. Ne i dum shumë ta, ne ti rradh orë se tani se kemi ne që mbrojmë vlerat e familjes. Dëgjoj të tregoj një rast shumë domethënës. Është një personalitet në asnjëherë konflikt. Është një personalitet në Amerikë. Dëgjoj, është një personalitet në Amerikë që quhet Arian Ayer. Është një nga pionierët e të drejtave të njerëzit në Amerikë, ka themeluar Human Rights Watch. Është me origjinë hebre, familja e vetë është zhdukur gjatë Holokaustit. Në Washington DC, neonazistët kërkuan të drejtën të bënin një manifestim. Natyrisht që u ngrit komuniteti hebrej dhe tha, nuk duhet bërë ky manifestim se këta janë njerëz që duan na zhdukin. I vetëm kundër të gjithëve, doli dhe tha, unë jam që t'ju jepet e drejta e manifestimit, se unë besoj tek e drejta e fjalës së lirë që e konsakron kushtetuta e vendit. Kjo është besimin demokraci. Besimin demokraci është që të pranosh që ligji është një për të gjithë. Dhe ligji respektohet. Kushtetuta e Shqipërisë një barazin e gjithë para ligjit, ligji shqiptar lejon të drejtën e manifestimit. Unë jam me Simon Vizentalin që i ndoqe ata nazistët ku do që ishë fundë botës dhe i nëzori para gjyqit Nurembergut. Me Simon Vizentalin me ata. Jam për arsye tjetër. Çfarë ishte kjo që më dhe pastor? Jo, janë disa statistika shumë interesante. Një minutë, pastorin dhe diçka. Janë disa statistika shumë interesante lidhur me moralitetin e këtij grupi shoqëror. Nëse mund vetëm ti lexosh ose ti lexoj. Jo, mos i lexon, ai tregon kush është burimi, se po që se ai ka. Ja ku ke burimi. Ja ku ke Trevor Project. Kush? Çfarë është ky Trevor Project? A mund të Jo, këtu nuk e tregon kush. E tregon. Jo. Po tash nxjerrim statistika për problemet e fola unë bisedën time, jo. Të nxjerrim në një raport. Nuk e kisha për homoseksualizëm se të respektova fole për kushtetutën gjysmore. Do të flas shumë? Se është e rëndësishme? Mund vazhdosh. Po ne kemi dhe argumenta tjera. Jo, kushtetuta e qeverisë jetën publike në Shqipëri. Argumentat janë këto. Jetën publike në Shqipëri e qeverisë kushtetuta. Lidhur me moralitetin që
zbulon ky grupi caktuar shoqëror. Arjani tha, po të lutem jo praktike fare, më janë praktike, s'ka lidhje me dogmën fare. Afroju me njerëzit edhe bëju shpirtëror si të bëra nga sociolog dhe antropolog të ndryshëm. Nuk ka lidhje fare me dogmën, hiç fare. Miku im Arjani tha, miku im Arjani tha, ç'të keq që kanë fund fare nëse do të ketë një paradë. Unë po them, momentin e liberalizimit të standardeve të caktuara, kur ti liberalizon një gjë, atëherë ai fenomen do të përhapet. Neve kemi eksperiencën e Komisionit Nixon në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili liberalizoi pornografinë. Pornografia e cila dënoi më parë, sot është një nga viruset më të tmerrshme që kontrollon me miliona jetë njerëzish në internet. Pas liberalizimit të saj. Shiko, mu më rezulton domethënë që gjatë jetës së një homoseksuali nuk diskutohet dhe nuk bëhet fjalë fare për marrëdhënie seksuale monogame dhe për besnikëri në çift. Gabim. 83%. Të lutem ta përfundoj. Në cilin vend botës? 83% e këtyre personave kanë pasur marrëdhënie seksuale me 50 partnerë të ndryshëm. 43%. Me 500. Po ta përfundojmë. Po pse më heteroseksualët 43% kanë pasur 500 partnerë të ndryshëm. 28% e grupit që është pyetur kanë pasur mbi 1000 partner seksual. Dhe çështja është kjo, momenti që ti liberalizon. Si do ta shndrojmë të vënë në Sodom? Po pse mo vetëm këta homoseksualët janë edhe po pse heteroseksualët që pra një burr që është me një grua nuk ja drejt gruas dhe anasjelltas? Patjetër më që atë. Po shite ka kjo. Patjetër më por që nuk o pastor. Ore pastor, dhe ajo është e dënueshme. Dhe ajo është e dënueshme. Ore pastor, dalë. Dhe është e papranueshme ato këta njerëz. Dhe shkëlia njerëz ekzistojnë apo jo? O pastor, ekzistojnë këta njerëz. Absolutisht po. Këta njerëz ekzistojnë. Edhe ne i duam dhe i pranojmë në gjirin ton. Po ja pra, edhe ne i pranojmë gjirin ton. Është hipokrizi. Por çfarë kush je ti të pranosh more? Kush je ti që të pranosh more? Kushtetuta i jep vend të barabartë. Jo, të ç'është paternalizëm. Ti tregosh pak respekt në komunikim. Po kushtetutën njerëzit e kanë bërë. Sepse unë nuk po i drejtoj as me more as me moj. Kam lajme të tjera. Nuk jemi në shekullin e 15. Nuk e vendos feja se kush pranohet. E vendos kushtetuta. Kush je ti që pranon? Kush je ti që pranon? Le të kemi pak respekt në mënyrën se si drejtojmë njëri tjetrin. Në fakt e rëndësisht. S'duat më pranosh më. Ç'është ky paternalizëm? Po më qëndroj jashtë. Më pranon. Qëndroj jashtë. Kushtetuta e vendit tim, ajo më administron. Jemi të barabartë para kushtetutës. Absolutisht po. Më pranon këtë. Absolutisht po. Edhe kushtetutën njerëzit e kanë bërë, se kanë bërë. Po, dhe publicitare kemi pjesën e tretë. Besimeve ndryshme.